На сеансën e sotme të pyetjeve të deputetëve, deputeti Riyad Shaqiri adresoi kritika kundër qeverisë për shumë tema, duke u nisur nga Safe City, prohuritjet nacionaliste të tifozëve e të ngjashme. Por kryeministri Mickoski reagoi ndaj një detaji të vogël. Deputeti Shaqiri mbante një pin me flamurin shqiptar në xhaketë. И се надевам дека следниот пат кога ќе го поставите прашањето или кога ќе дојдете на работа во македонскиот парламент, на значката покрај албанското знаме, кое што е етничко знаме на народот на кој што припаѓате, ќе го има и македонското, бидејќи од оваа држава добивате плата и од овие граѓани ја добивате таа плата. Ви благодарам. Unë e kam simbolin tim kombëtar, flamurin tim kombëtar, edhe mburrën se jam shqiptar. Këtë ma ka thonë kryeministri i Shqipërisë, kur të ma sjellni ju flamurin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, mbledhjen e Rollës do të vi në foltore me të njëjtën. Por gjatë fjalimit e tij në kuvent, deputetit Shaqiri ju dhurua pini me flamurin e Maqedonisë, të cilin ai më njëherë vendosi krah flamurit shqiptar.